Të nderuar bashkëqytetar, unë sot kam ardhur në zonën e Dorzit, pasi kam pasur disa takime, por edhe telefonata nga banorët të zonës për gjendjen e sistemit të ujit vaditës. Pasi kjo zonë ka kanalin e Rinës, kanalin e Mesit, kanalin e bonifikimit dhe kanalin e Allanit. Kanali bonifikimit, si që thonë ata, ka 25 vjetë që nuk funksionon, pasi, ose më saktë kanali i pompës, pasi uji ngjiteshe me pompë, por edhe kanali Allanit duhet kishte filluar punën në 1 maj, por sot jemi 26 dhe prap puna nuk ka filluar. Absolutisht kemi vretje edhe për kanalin e Mesit dhe të Rinës, por janë disi në gjendje më të mirë, pasi janë kryer vjet e par vjet investime, kuptohet investime marramendse, por kanë funksionuar deri diku. Unë sot do dal t'i shkel me këmbë të 2 këto kanale dhe të shikoj gjendjen reale të tyre. Kjo është tuba që ka furnizuar me ujë vaditës kanalin e bonifikimit, por ka 25 vjet që nuk funksionon. Tu jemi në pikën e fillesës, ku është edhe pompa që furnizonte kanalin e pompës dhe të ndërtuar nga bonifikimi, por si që thash edhe më lartë, ka 25 vjet që nuk funksionon. Unë këtë e them me plot bindjen që kjo gjendje është për shkak të politikave të mbrapshta nga pushteti vendor dhe pushteti qendror. Absolutisht mos funksionimi i kësaj pompe ka lënë në gjendje të mjerueshme apo më saktë në gjendje të pavaditshme me qindra hektar të Gzaveshit poshtëm, të Dorzit, të Balzas dhe më tutje të Librazh të Qendrës. Unë i bëj thirrje pushtetit vendor, pushtetit qendror që të jenë më të konsiderueshëm në mendimet e tyre. Përshkruam në këmbë metra e metra të tëra dhe më në fund gjetëm gjurmë të kanalit të pompës apo të bonifikimit, siç quhet, dhe e shikojmë kanali pa pastruar dhe si që thash edhe ke pompa, ke objekti pompës, që nuk funksionon prej 25 vjetësh. Por banorët e zonës, sidomos ata që kanë nevojë për këtë ujë vaditës, janë mjaft të indinjuar nga pushteti. Ja kemi ardhur në një pikë tjetër të kanalit të bonifikimit dhe këtu jemi në lagjen Balza dhe pika fundore është në lagjen e Hidrit. Po të shikosh me vëmendje, ky kanal thjesht ka ngel gjurma dhe është i papastruar në pothuajse në gjithë viaduktin e tij. Duhet të zbatohet ligji, një pikë e kontratës, ku nga data 1 maj deri në datën 30 shtator hecet, duhet të vënë çelësat punëve të tyre dhe mos jenë funksional. Atëherë unë jam i bindur që kanalet do funksionojnë dhe puna do mirë menaxhohet. Ktu jemi te kanali Allanit, edhe ky kanal mbulon një sipërfaqe të madhe tokash. Në fakt tu banorët e kanë pastruar në kushte tradicionale, por prap i inxhinierët duhet të kishin një plan të mirë detajuar që pjesët e mbetjeve që janë hedhur në anësore të kanalit të mos rikthehen përsëri dhe të kryejnë po të njëjtën mbushje të kanalit. Dhe dua të them se ky kanal mbulon Dorzin,
Libras Qendrën dhe madje deri tek fusha e Gurrës në Dragostunj. Por siç e shikojmë, kanali duhet të ishte me ujin vaditës që nga data 1 maj, sot jemi në datën 26 dhe uji përsëri nuk ka. Por me dëgjuam disa banorë, uji mendohet të vijë mbas 10 apo 15 ditësh. Këtu jemi përsëri në viaduktin e kanalit Allani, por në një pjesë ku nuk është pastruar akoma, dhe jo më kot banorët pas kanë thënë se uji mund vinë në 10 apo 15 ditë më vonë, sepse nuk është pastruar gjithë kanali. Por dhe kjo nuk është përgjegjësi e banorëve, por është e pushtetit, sepse pushteti duhet gjej format e duhura që kanali të pastrohet në kohën e dur. Ja po të shikojmë të plantacionin, të mbjell me misër, pasi tregu ka nevojë për drithra dhe banorët e zonës kanë mbjell, por për shkak të mungesës ujit vaditës, fara ka mbirë me vonesë dhe nuk po jep rezultatin e dur. Prandaj jam jo vetëm unë i bindur, por edhe banorët e fshatit që këto nuk do japin prodhimin e mundshëm për 2 lym apo hektar. Ja dhe një tokë tjetër e mbjell, por për shkak të mungesës ujit vaditës, edhe këto po thahen. Pra, me sa shikohet, është mbjell misër. Këtu janë disa hektar tokë që nuk janë mbjell, edhe masi kemi bizetuar me banorët e zonës, apo ata që e kanë pronësi, thonë po e lem në gjendje të tillë sepse nuk ka ujë vaditës. Banorëve, të cilët tokën në pronësi të tyre e kanë lënë djerë. Ne shikojmë edhe këtu, me qindra 2 lym tokë, apo 10 hektar që nuk janë në funksion të familjeve të tyre, të fëmijëve të tyre, apo për të nxjerrur në treg nesër prodhimet që mund të prodhonte kjo tokë që me të vërtet është një tokë pjellore, por e papunuar për shkak të ujit. Dhe po t'i shikosh me vëmendje, një pjesë e ish zyrtarëve, të majt, të djathtë siç e thash dhe më lart, janë bërë sheik, mendojnë vetëm për fëmijët e tyre dhe kur për fëmijët apo banorët e këtyre trevave. Madje i gënjejnë me një ndihmë ekonomike, duke u thënë ta hoqa sot apo ta dhash nesër, dhe përfundimisht ata qepin gojen dhe çfarë të them më unë, kur asgjë nuk është bërë për këto treva. Tu jemi në një pozicion ku ka ujë, jo ujë i kanalit, dhe banorët e zonës, mbasi e kanë korrur një herë barin, dhe duket edhe mullari ku është vendosur, për bari është bërë përsëri për t'u korrur. Pra, siç e thash dhe pak më tutje, ky bëhet, siç thonë në gjuhën popullore, 2 herë apo për 3 herë për t'u kositur. Pra, uji bën gjithçka. Në fakt nuk është vetëm problematika e ujit vaditës, por edhe disiplinimi rrugëve të brendshme të lagjeve, pasi jemi në mashtan të Gizaveshit dhe për të lidhur me lagjen Brazdan, për 200 metrë rrugë është e pamundur. Pra, banorët, qoftë lagjen Mashtan, qoftë Gizaveshit, nuk lidhen dot me njëri tjetër me rrugë makina, rrugë auto, por duhet të bëjnë një rrethullim si Magellani për të shkuar te njëri tjetri. Prandaj edhe kjo është për deficiencë të autoriteteve të pushtetit vendor, pasi kjo nuk kërkon investim, por kërkon thjesht mendje të, s'mund ta them të ndritura, por mendje që të zgjidhin të çështje që është mjaft akute për këta banorë.